Një rrjet ndërkombëtar droge që financohej nga investitorë shqiptar të vendosur në Dubai është goditur nga garda civile spanjolle. Sipas njoftimit zyrtar, bosët shqiptar që fshihen në Emiratin e Gjirit Persik jo vetëm që financonin blerjen e tonelatave të kokainës, por injektonin sasi të mëdha parash në kompani spanjolle. Këto para shërbenin si nga njëra anë për të dhënë aktivitet ligjor kompanive, ashtu edhe si paravan për të kamufluar dërgesa të mëdha e periodike droge nga Amerika e Jugut në Evropë. Gjatë operacionit të koduar Mondragon, agjentët e njësisë antidrogë arrestuan 44 persona, 8 në Spanjë dhe pjesa tjetër në Ekuador. Po ashtu, u sekuestruan edhe 1 milion euro kesh të fshehura në 3 kuti këpucësh në banesën e njërit prej 2 vëllezërve sipërmarrës nga Arnedo e Spanjës. Ata zotëronin 10 kompani transporti, importi frutash dhe agjenci portuale, të cilat përdoreshin për të pritur kontenjerët me banane, ananase skrap dhe kokainë të fshehur brenda produkteve. Hetuesit thonë se organizata mbështetej në 3 hallka kryesore: financuesit shqiptar në Dubai, strukturën operative në Ekuador nga ku niseshin ngarkesat dhe rrjetin logjistik në Spanjë që siguronte hyrjen e drogës dhe pastrimin e fitimeve. Operacioni çoi në sekuestrimin e 10 pronave, automjeteve dhe aseteve financiare, ndërsa hetimet vazhdojnë për të identifikuar të gjithë antarët dhe bashkëpunëtorët e rrjetit. Sipas autoriteteve spanjolle, kjo është një nga goditjet më të mëdha të viteve të fundit ndaj trafikut ndërkombëtar të kokainës.